rikthyer në rrugët e shikus, se po bisedojnë ke shumë telefonata, popullata shumë interesuar, zoti Agron. Faleminderit shumë që na nderon në këtë pjesë shumë të rëndësishme të emisionit. Do të vjojmë me të njëjtën tematikë. Në këtë pjesë do të flasim për qëndrimin e opozitës për çështjet e Zvërnesit dhe faktin që lideri Sali Berisha do kufshe pak disa ditë me radhë, duke ngritur pikpyetje se cila është opozita në këtë vend, dhe unë kam tani për fat në krah dy njerëz të opozitës. Qëra që përpiqet të vi në vend doktorit. Dhe doktori tani jam për investimet tëtë. Se këta mbyll gojën, Trumpi ka mbyllur gojën e gjithë botës, jo të doktorit e të Ramës e të këtyre. Apo jo, Berlind. Gojën e mbyllën, në sidomos po folja i... Gojën edhe një oligark vendas, jo më... Pra jemi e njëjta për berje, unë më lidh një minutë të lutem, se më thotë, avokati më thotë që avokat, ti do të vijosh të rish te kjo pjesë apo jo? Jo, me gjithë kënaqësinë do rija, po unë kam disa angazhime që më duhet largohem. Sigurisht, përfundimisht me sqarimet që dhe një konkluzion në një minutë mund na e bësh dhe të largohesh. Po, mund të them që kjo çështje ka dy dimensione. Pra, dimensionin e parë ligjor, i cili praktikisht është vetëm fillimi për t'u sqaruar, më mbrapa do ketë aksione ligjore që do sqarohet më mirë, se në vazhdën e proceseve që janë bërë dhe më para gjyqësore, dhe me shumë gjase do kemi problemet ligjshmërisë në këtij procesi. Ju mendoni që do të ketë problemet ligjshmërisë? Besoj që do ketë problemet ligjshmërisë, po kjo do dojë kohë që të verifikohet, sepse gjykatat janë ngadalta. Nga ana tjetër, pjesa tjetër politike them që ka një të mirë në rastin konkret, sepse nuk ka përfshirë dy palët klasike në lojë, të cilët zakonisht mbajnë njëra tjetrën. Dhe kjo ka krijuar mundësi që publiku të shprehet më lirshëm, dhe kjo ishte rezultati i protestës të madhe që shoh sot. Pra, domethënë, në një farë mënyrë është gjë e mirë që kemi të bëjmë me palë që bëjmë bashkë, sepse ja tashmë kemi të bëjmë me një vështrim më spektër, më të gjerë të politikës shqiptare që nuk përfshin ato tradicionale gjithmoshme. Dhe kjo është gjë e mirë. Falenderoj shumë, falenderoj për ndimin që na dhe, sidomos falenderoj për ardhjen, se një kohë shumë e nxehtë avokat, siç e ke vënë re ti, dhe njeriu e ka të vështirë të në këtë kohë. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu dhe televizionit tuaj, jeni nga të pakta televizionet që po trajtoni këtë temë. Shumë faleminderit. Të falenderoj. Falenderoj. Pra, tani mbaruam dhe me avokatin, zoti Agron, më thash faleminderit ty. Faleminderit fillim. Ty e tjerëve ju kam thënë më përpara. Falenderoj për ftesën. Kështu që tani do ndjekemi sinkron në fillim para se të fillojmë ne. Zoti Berisha thotë se mbështet investimet plus mbështet investimet në rastin e Zvërnecit, të rast, domethënë ka vetëm këtë koment, por ndërkohë thotë mbështet edhe protestën e hormoneve. Se ka dalë protestë e hormoneve këto ditë. Kemi protestë të hormoneve që do vazhdoj, nuk e di sa do vazhdoj dhe kjo, po ndoshta sa të vazhdoj dhe problemi të Zvërnecit, do vazhdoj dhe protesta kundër hormoneve. Tani, le ta ndjekim. Çfarë thotë doktori? Cili është qëndrimi i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike sa i përket projektit të Zvërnetit? Në qoftë se është fjala për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e dënoi atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Partia Demokratike është parti që mbështet fuqimisht investimet e huaja. Partia Demokratike është partia që proteston sot më fuqishëm se kurrë. Partia Demokratike shpreha këtu ato që thash, mbështet absolutisht investimet e huaja. Sot në orën 19 kemi lajmëruar çdo të hënë folklore. Në të njëjtën kohë edhe ka një protestë për Zvërnetin. Do ta zhvilloni një folklor. Sot është dita e fëmijëve, por koalicioni për familjen ka vendosur më thonë se ai do bëjë një protestë. Dhe shanset janë që ne të mbështesim sot protestën e koalicionit për familjen, sepse është 1 qershori. Pra ndojit që doktori
kreu e opozitës tonë, do më thënë që tha që është kthyer pak në flet për këtë rast. Por sot pasi u rrethua nga gazetarët, në një rrethim plot aty, Klod Lala e pati ju, e para, nuk kishte shbende dhe reagoi për Zvërnecin duke mbështetur investimin. Mbështet forca investimin që po bëhet aty. Çfarë mendoni për qëndrimin e doktorit tani dhe Partisë Demokratike për këtë çështje? Zoti Agron, ti se ti ke qenë brenda aty dhe do të kesh një mendim të parin, pastaj Erlinin, pastaj të pyes dhe analistët. Unë para njërës kam brëndu një faj, duke qenë brënda, jam krenar që kam qenë brënda Partisë Demokratike. Po s'të shkau njeri jo? Jo, thjesht po e them. Partia Demokratike ka bërë historinë e këtij vendi, mund të bënte shumë më mirë, ka shumë të meta, por që ka marrë milion... Kategoritë, edhe ata që e bën keq dhe ata që e bën mirë. Dakor, ka bërë një pjesë të historisë së Shqipërisë. Për sa kohë ka qenë, kur ka patur pushtet, ka bërë dhe shumë gabime. Pjesën e mirë thua ti apo të keqen? Unë flas për të mirën. Të mirën. Jo, po se histori është edhe kur bën keqër. Hitleri për shembull është një histori një figurë më e njohur. Unë jam për flas për të mirën. Tani, Okej. çështja është këtu. Unë mendoj që jemi në një moment shumë të rëndësishëm. Sot, me mira qytetar, do thosha si rrallëherë, kanë dalë të protestojnë, pasi në mënyrë të vazhdueshme Edi Rama ka trajtuar pronën private dhe pronën publike, sikur ta kishte mallin e tij personal, të vetin. Dhe me arrogancë dhe në mënyrë totalisht jo transparente, e ka falur atë, e ka ndarë atë ku i ka dashur qefi, pa dhënë asnjë llogari. Ne kemi muaj që kemi qenë në krah të pronarëve, kemi qenë në Theth, kemi qenë në Rjoll, në Pogradec, në Durrës dhe së fundmi në Zvërnec. Kemi protestuar krah tyre, sa që jemi arritëm deri aty sa na kanë kallëzuar në gjykat, jemi në gjyq me një nga oligarkët më të mëdhenj, Bashki Mulaj. Pse? Se dolëm në krah të qytetarëve. Ka një fshat të tërë, banorët e një fshati të tërë që kanë dalë e kanë thënë na është vjedhur prona. Unë mendoj që ai rezultati, këto pamjet, një protest për mendimin tim e jashtëzakonshme, sepse nuk është thirrur nga asnjë parti politike, por kanë dalë aty sepse u ka ardhur në majtundës, sepse ka vajtur aty ku nuk mban më. Sigurisht pamjet e dhunës në Rjoll, ku disa të rinj janë rrahur në mënyrë brutale, pamjet e tërheqjes zvarr të një qytetari në Zvërnec, ka qenë pika që ka mbushur kupën, dhe unë mendoj që kjo është një ndryshim shumë i madh, për të cilin unë besoj se duhet të flasim dhe nuk duhet të merremi me deklaratën e kryetarit të Partisë Demokratike se çfarë vendimi ka marrë dhe çfarë do të bëjë. Jo, po folëm ne tani për këtë. Për Ramën dhe për këtë. Ne jeni e ftuar përsëri. Unë besoj se do ta kemi. Nuk është mendimi. Jo. Tu e mendim, e theu, unë të gjohë, mirë bere, Rama, por unë e kam pjesë këtë, dhe ne folëm paraprakisht bashkë. Në pjesën e dytë në diskutoj opozita, kush është opozita tani? Këtë po them. Se për shembull në Rjoll ty, oligarku që përmende si emër, nuk e ka pjellë Rama. Ti që ti jesh politikan i vërtet për mua, duhet të thuash si u poll, si u çpoll, dhe si vazhdon. Një. E dyta, të gjitha, duhet thënë të gjitha. Edhe për këtë duhet thënë tani, se këtu mbrapa këtyre, edhe doktori mo ka të drejtë, se jo i kanë vënë atë non gratën e të gjithë, po ta shikosh, që ja kanë vënë kot atë, me në emision tonë kemi diskutuar një mirë, për mua, pret i shketi edhe ndoshta heqjen e non gratës. Edhe se aty është kush në Rjore, me këta. Ç'është mendimi edhe të kam thënë edhe për këtë, ç'është mendimi tënd? Për shembull, njeriu që ka më krah, është njeriu që të del hapur dhe thotë kështu. Ti si je se ti opozitë e re. Dhe unë e nxjerr këtë opozitë përballë teje, qëndrimin e doktorit që ndoshta është në hallën e vet. Siç është e drama mo, halli i dramës është më i madh se i doktorit në këtë rast. Dhe ti e the shumë bukur. Po unë tani kthem këtë pjesë, dakord. E tham folën pjesën e parë, folën të gjithë, foli Qori edhe për folën zotrinët e gjithë, folën edhe për rëndësinë e investimit, një pjesë kanë idenë që duhet ky investim. Edhe nga çështjet e mia të gjithë. Tani, problemi është dakord. Rama është në hall të madh dhe ky është halli i parë, Rama. Tani jemi këtu,
po vërtitet edhe opozita. Ore, kjo opozit, që do bëj tani, është pyetja ime, është shumë e thjeshtë pyetja ime. Që do bëj kjo opozit, se tani këtu del Kushneri. Atje ma tanë të del ty të Eriol të del një tjetër. Ma tanë do të dal një tjetër. Dhe kaq. Ju kini një gjë tjetër, Agron, ndryshe nga që ka doktori, kjo klasikja, Partia Demokratike që... Më falë, Ylli, tani, se sa po thatë ti ishe ti një politikane i vërtet, do bëje këtë gjë. Duke nënkuptuar që unë s'qen kam një politikane i vërtet si pas ti. Do bësh ti, më falë një sekundë, tani të them edhe unë të fjallë. Do bësh ti diçka... Nëse e kam thënë këshu është një lapsusim. Do bësh ti diçka ndryshe në krahasim, po unë mendoj që ne po bëjmë shumë ndryshe në fakt. Sepse ne ishim e vetmja parti politike që ishim aty, krah qytetarëve të Rjollit, ndërkohë që të gjitha partitë e tjera nuk ishin. Pjesa me madhe nuk ishin. Partia Demokratike nuk ishte fare. Ishte zhdukur. Totalisht, më falë. Kjo është shumë ndryshe, unë mendoj se kjo është shumë ndryshe. Ne u përplasëm me një nga oligarkët më të rëndësishëm që ashtu, siç e the ti, ka mbështetje edhe nga PD-ja dhe nga PS-ja. Ne me ato oligarkë jemi përplasur në rrugën Thuman Kashar, jemi përplasur personalisht te Kunaze Madhe nëse të kujtohet, që që nuk mund të më thuash, po tani ti ishe ti. Jo. Që kam e ty. Absolutisht. Unë e kam e ata që serioli ku vete ti, tokën ja ka blerë ky pronari, që thuaj qatë të duash, po tokën ja ka blerë atyre që e ka marrë si ky Roshi. Jo Roshi, si e ka ky? Shehu. Që e ka marrë një lloj si Shehu, dhe e ka blerë të tani. Atë tokë atje e ka blerë, pra 35 vjet, e kanë marrë dhe kanë bërë tokën e Bregdetit, kanë bërë çka ka dashur këta, të dy palët. Se po të them unë ty. Unë nuk po të fsherë Ramën, as Berishin, po të them të dy këta, kanë bërë këtë. Se dhe atje ty të del ky, të del ty të qonë në gjyq pastaj, ky. Kush? Ky të qonë në gjyq, si ka? Unë baj përgjegjësi për çfarë? Jo, të qonë Unë në baj gjyq, sepse përgjegjësi ai dhe ka nuk i blerë tokën. Një njeriu që ndoshta e ka vjedhur më të gjithë tokën. Dakor, dëgjoj. Jam okay me ty. Tani, edhe një herë të shpjegoj qëndrimin, por këtë po them, edhe unë këtë po them. Unë po të them qëndrimin e Partisë Mundësia. Ky është qëndrimi i Partisë Mundësia. Në çdo rast ku ka patur një abuzim, ku është ushtruar dhunë kundër protestuesve, ku është vjedhur prona e qytetarëve, ku ata kanë pretenduar se është vjedhur prona e qytetarëve, se unë nuk e thall, dakor? Kudo na kanë kërkuar, kemi shkuar krah tyre në mbështetje të tyre. Dhe për këtë po paguajmë një kosto. Ai sa jemi në gjyq, siç ti e di shumë mirë. Besoj se jam i vetmi kryetar partie që është hedhur në gjyq nga një oligark, pse? Se ka dalë në krah të qytetarëve. Kemi bërë betejë në parlament, kundër të gjithëve, kundër të majtës dhe të djathës për atë punë, se të tjerët nuk është se janë shumë të lumtur që ne flasim. Dakor, por ne nuk na intereson, nuk është ky thelbi. Dhe pikërisht për këtë po të them, në kushtet ku jemi, ti shumë mirë bën që thua, hajde diskutojmë tani për çfarë thot Berisha. Dakor, absolutisht. Unë them mendimin tim. Unë mendoj që ne tani duhet opozitë, tjetër opozitë. Por nuk po gjykoj vendimin tënd për temën e emisionit. Ajo që po them është, unë mendoj që ka ardhur momenti, jo se ka mundë një siklet për Berishën, ose unë po bëj... Këtë thot njeri mërë, zotëri, po këtë tuash... Ka ardhur momenti që ne të shikojmë para, të flasim për ata mira qytetarë që ishin sot aty në protest. Jo, po tani po do të nagron këto edhe në Rjoll, edhe në Zërnec, edhe këto që ka ndodhë për para kohë. Se për shembull në diskutimin e parë ne kishim që tokën aty ka vajtur dhe ka rëmbyer një njeri fort i fuqish që ka qenë me forcat politike. E kupton? Dhe kjo ndodhë në mënyrë të rëndomt, ka ndodhë në mënyrë të rëndomt për 30 e ca vjetë në Shqipëri. Dhe këte ka bërë politika shqiptare, dhe unë ndaj si element kretëri ju ndaj nga kjo. Ju ndaj se është vërtet jeni të ndarë. Dhe në kjo se ne shikojmë vetëm për para, dhe pos pa mbrapa ne kjo rollisemi për para. E shkuara, thot një njeri shumë i shquar, është jeta jonë. E shkuara, është jeta jonë. Dhe ne nuk do shikojmë dhe mbrapa. Po s'pa mbrapa, mbaroj filmi. Ndaj po të pyes. Arlind, ti si e ke për këtë? Pse njëtën pyetje që i Brizo Zegron, doktori që foli? Ja, pa do të bëj një 2 saksime, pastaj merrem edhe me doktorin. Bëj? Se me që nisëm të krenaria, unë fakt jam krenar që s'kam pas bëj kur me PS-n dhe me PD-n. Edhe konsideroj si dekorat këtë. Morale për veten time. Me që s'kam qenë pjesë të partive edhe... Partia Demokratike ka marrë miliona vota në 30 vjetë, unë besoj që votujtë për demokratikë, si janë fajtor për çka ka bërë Partia Demokratike. Jo, votujtë nuk janë fajtor,
ata që kanë qenë në strukturat drejtuese të partisë janë bashkëpunëtorë për ato parti. Gjithsesi do doja kohën tim. Do doja, po jam ta mbarojmë. Okej, triqem. Edhe mund bëjmë cicmizë gjithkohë. Dakor, triqem unë. Rregull. Tani, për sa i përket se zoti Sheh tha që ka qenë vetëm e partia që ka ngritur çështjen e rrjollit, nuk është e vërtetë. Fare nuk është e vërtetë. Deputeti Redi Muçi ka qenë 10 herë në rrjoll, bashkë me qytetarët, bashkë në protesta. Unë e kam ngritur në çdo cep të Shqipërisë çështjen e rrjollit. Është e vërtetë që nuk ka hedh akoma ky oligarku në gjyq, po ndoshta arsyeja është se s'ka çfarë të marrë. Edhe po fitoj gjyqin me mua vetëm të marr librat e shtëpisë, po nuk i duhen oligarkëve librat e shtëpisë, që nuk ka ç'më merr, edhe kur ta ketë probleme me mua nuk do zgjedh çështjen e gjyqit. Pastaj përket Zvërnecit, tani këtu do të thënë e vërtetë. Atë ditë ku po rrieshin qytetarët Zvërnec, bashkë me qytetarët ishte vetëm një parti, Lëvizja Bashkë. Edhe po të dëgjoni edhe qytetarët dhe gjithçka tjetër thonë që Lëvizja Bashkë ka qenë aty, ka qenë madje edhe një protestë përpara në Zvërnec, e kemi ngrit këtu bashkë, që kur doli artikulli i New York Timesit, çështjen e Zvërnecit dhe të Sazanit përpara një viti e ca 2 vjetësh, për të thënë që e vërteta është kjo, dhe ne si parti nuk kemi frikë nga asnjë lloj oligarku, nga asnjë lloj faktori politik, geopolitik, geomafioz, atë çfarë duash ti, jemi në krah të qytetarëve dhe protestojmë. Unë sot aty me sa e sa aktivist Lëvizjes Bashkë ishim protest edhe si qytetar, por edhe si njerëz që politikisht kemi kontribuar që ajo çështje dhe çështje të tilla, si ajo që diskutuam pak më herët, të shpronësimit, të akumulimit nëpërmjet shpronësimit, po e masakrojnë Shqipërinë te ndan. Tani, me që dole pak më herët tek Berisha. Mund të përgjigjem një sekondë, duhet thënë e vërteta. Sa po tha një gjë pa vërtetë tani, se kjo ka një tentativë, prej ditë ta shpjegojmë. Tani ta shpjegojmë qetësoj, tani ta shpjegojmë, se tani nëse do kthejmë cicmice kthejmë, s'ka problem. Unë nuk mendoj se ne duhet debatojmë një tjetrin, po të vërtetë, të vërtetë. Ka disa tani. Ne jemi në krah të qytetarëve prej muajsh, dakor, prej muajsh. Ka disa ditë që ka një tentativë për të hedhur baltë dhe për na bërë pis, duke thënë kush ta agroni, pse si ishte agroni në protest, ishte vetëm Lëvizja Bashkë. Më fal një sekondë. Urdhë? Qëndrimin e ke normal. Atëherë, një sekondë, prit ta mbaroj. Ne kemi mbajtur qëndrime pafund, sepse kemi edhe një faqe në rrjetet, kemi disa faqe në rrjetet sociale, në të ndryshme, Instagram, dhe miliona qytetarë kanë patur mundësi të shikojnë qëndrimin tonë në lidhje me Zvërnecin, me rrjollin, me thethin, me të gjithë, dakor? Nuk është e vërtetë që ishte vetëm Lëvizja Bashkë. Nuk është e vërtetë. Zvërnec? Po, ishin në Zvërnec. Po nuk e di ti kush ishte, se s'ishte jote. Po ishte protesta, nuk ishte protesta jote. Ti ke qenë. Jo, na thirrën banorët. Na thirrën banorët, hajdeni bashkohuni ne, se ju për të hedhur poshtë të gënjeshtër dhe këtë shpifje, këtë tentativë, tani presin dhe video të qëndrimeve të mia, heqin vendosën çfarë duan. Ishte të shtunë në Zvërnec siku isha unë. Ky është nën kryetari i Forumit Rinor të Partisë Mundësia, nuk ka për të qeshur. Tallesh ti. Unë tallem? Pra, në vend që ti ishe ti aty, ti ke qenë ndonjëherë në rrjoll? Ka qenë deputeti. Ti ke qenë ndonjëherë në rrjoll. Tani ta shpjegoj unë, tani ta shpjegoj unë. Ky, të lutem, ta shpjegoj unë. Nëse ty, dëgjoj. Ky zotëria këtu është nën kryetari i Forumit Rinor, dakor, ishte aty me banorët, dhe ky zotëria me një grup antarësh të Partisë Mundësia. Dhe ky zotëria këtu na tha që banorët nuk duan ta politizojnë. Dakor, më fal një sekond. Dëgjoj, nuk jam banor vetëm atë që flasin me ty. Dakor, ti nuk ke monopolin. Nuk doja ta ktheja, më fal një sekond. Do ishte mirë ti ishe edhe ti aty. Merre mikrofonin dhe Por më fal, nuk e vendos. Dëgjoj. Po të them thjesht ja ku është gënjeshtra. Kjo është një gënjeshtër dhe tentativat ka qenë partia. Ashtu si s'ke qenë ti në rrjoll, ke qenë ti në rrjoll, atë çana. Dhe kam ngritur çështjen e rrjollit përpara teje. Dhe mund ta shohësh në rrjetet sociale. Kjo është punë prej kalamajsh. Po mund ta them unë. Isha i pari, nuk të pëlqen e vërteta. E nisi zotëri me gënjeshtër duke thënë që në rrjoll ishim vetëm ne. Kjo ishte gënjeshtër. Okej, dakor. E nisi me gënjeshtër, ta saktova që gënjem. Tani, është muhabet po çdojmë cicmizin, po desha merremi me të vërtetat. E vërteta është që ka një reagim mbarkombëtar në lidhje me abuzimet me pronën, në lidhje me dhunën kundër protestuesve. Çdo tentativë e cilës do prej partive politike për të vënë kapelen me këtë protest është thjesht qesharake. Dakor? Askush nuk e dot poshtë. Askush nuk e dot poshtë. Komandues të popullit. Jemi aty bashkë me qytetarët. Lësh të flas.
Ka një protestë ku vjen me mira qytetarë, me mira. Ata nuk kanë vajtur as për Qorin, as për mua, Jo kur bëhen 10 mira vetë, po që përpara, meritës ta ngresh zërin kur se ngre njeri, po kur e ngren 10.000 vetë. Ti nuk jep dot leksion se çka kemi bënë në Rjoll, ti s'ke bërë asnjë të 10, ti s'ke qenë kur në Rjoll. I ke parë ti kur janë rraun njerëzit me shkop gome dhe me grushta, i ke parë apo jo? E ke ngritur ti këtë çështje? Nuk ke ti, nuk mund ta japësh, nuk mund të japësh mend. Nuk mund të japësh mend. Në rrjetet mos fol nuk jep dot mend. Qëndrimet janë, shiko, vazhdon me këtë. Po them edhe një herë, jemi edhe Jerzoti, e nise duke gënjyer për Rjollin, dhe të saktova duke thënë vërtetën, dhe për Rjollin, çfarë kemi bërë në Rjoll është se çfarë bëni ju, me thënë drejtë më shumë se ç'keni bërë. Edhe herë, ky debat nuk është fare i rëndësishëm. Për te raportin e vërtetë. E rëndësishme është çfarë kërkojnë qytetarët aty dhe çfarë ne të mos e vazhdojmë këtë bisedë. Ne duhet të ngrejmë zërin për çfarë kërkojnë. Jo, po nuk mos e vazhdojmë këtë. Po mos e vazhdojmë. Çfarë kërkojnë qytetarët? Më vjen keq. Qytetarët aty një zëri sepse kanë qenë disa orë protestë. Vetëm ta mbyll. Nuk merrem me. Ta thotë që çfarë kërkojnë. Nuk ta vazhdoj, lutem. Nuk merrem me këtë. Nuk merrem me këtë gjë. Tani, unë mendoj edhe një herë që po duhet që mos të bëjmë atë që do Edi Rama që të bëhet. Që partit e reja, partit e vogla, partit në rritje, mos të merren me njëra tjetrën, por të merren me një çështje shumë të madhe, që është çështja për cilën kanë dalë ata qytetarë aty. Për pronën e tyre, për mbrojtjen e pronës, për pengimin e kapjes dhe grabitjes së pronës dhe për dhunën ndaj protestuesve. Është një protestë gjigante, janë të rinj dhe të reja, sikur më parë që dalin, nuk i duan partit politike, nuk i duan aty isha dhe unë, dakord, dhe qartësisht janë aty sepse nuk ka asnjë parti politike në krye. Nuk ka, mirë i duan, por nuk i duan në krye. Nuk duan që askush nga partitë e reja të përfitojë, të përfitojë dhe të thotë i sollëm ne, erdhën sepse folëm ne. Dhe një nga personat kryesor në atë protestë, që organizon protestën, është Luçana. Luçana është burnesha e Rjollit, e cila ka luftuar aty për ditë. Dakord? Çdo tentativë që diskutojmë tani, jo po i solla unë, jo po i ngrita unë zërin i parë, jo i ngrita i dyti, është thjesht një tentativë qesharake. O burra, tani, të vrasim mendjen, se si e gjithë kjo energji mos shkoj dëm. Që kjo protest, jo vetëm mos zvoglohet e mos të zhduket, po të rritet. Të rritet në të mirë të Shqipërisë, jo në të mirën e një nga partive politike, të fillojmë luftën e tani, se shikojmë ata, shikojmë, po vjen pushteti, o burra kush ta kapi. Të mundet një përgjigje? Po. Sepse mirë e ka zoti Sheja në parim, mirë po është si puna ati që thotë bëj si them unë e mos bëj si bëj unë. Tani ose do merrim me të vërtetë dhe i qëndrojmë asaj me saktësi, ose do flasim për qytetarët. Zoti Sheja e nisi me një gënjeshtër duke thënë që nuk ka pas asnjë parti tjetër që ka mbështet banorët e Rjollit. Kjo është gënjeshtër. Si ne askush s'e ka bërë. Ti s'ke qenë kur në Rjoll. Ti s'ke qenë kur në Rjoll. Si ne. S'ke qenë kur në Rjoll. Sa e the që s'do merresh me këtë. Nuk ke qenë kur në Rjoll. Nuk kam qenë në Rjoll. Sa po e the? S'ke qenë në Rjoll. Ti s'ke folur kur për dhunën në Rjoll. Po s'ka bërë. Kur nuk e ke bërë. Po e bazon bisedën këtu para. A më the që do. Sa po tha që po sa po tha nuk ka lidhje tani kjo. The që do e lësh Kalamanllëkun. Ora jeni dakord për të njëjtën gjë. Po thotë po si ku ka qenë njëri. Ajo protestë nuk ka as pronar, nuk ka as parti që e komandojnë dhe nuk mund të ketë. Dhe nuk mund të ketë. Dhe jo vetëm s'ka pas, nuk mund të ketë. Sepse ajo energji, aq e madhe qytetare, që derdhet në rrugë, është shumë e shëndetshme. Mirë po, keni parasysh diçka. Se në atë protest, thirrej në burg Edi Rama dhe Sali Berisha, që do thotë, edhe midis partive bëhen diferenca. Pra, edhe midis partive ka diferenca. Se kjo është arsyeja pse unë midis partive, sa kohë, për nuk thot Jeri Arlind Qori shkojnë burg, apo jo? Po sigurisht. Pra ka diferenca. Pra po them, më ndiq argumentimin. Pra po them, ka diferenca mes partive. Se kjo është arsyeja pse unë shkoj. Sigurisht. Fare i qetë me një njeri në krah, shkoj takoj sa e sa njerëz, buzëqesh me të gjithë dhe nuk më thot njeri plaç. Po të vinte aty Edi Rama, Sali Berisha, kështu me radhë, do kishin frikë. Ka tentuar njërë Sali Berisha në 2013, ku erdhi te protesta e armëve kimike bashkë me Lulzim Bashën, edhe e përzun qytetarët, e përzun 2013 dhe e përzinin përsëri tani. Tjetra që kërkojnë qytetarët është dorëheqja e qeverisë. Kam qenë disa orë në protest dhe i kam dëgjuar, kërkojnë një zëri, do të thënë pas këngëve patriotike, që janë sigurisht përbashkuese, qytetarët kërkojnë dorëheqjen e qeverisë dhe kjo është një kërkesë që do të vazhdoj edhe nesër, do të vazhdoj edhe pas nesër.
Dhe detyra jonë si parti cila është, si Lëvizje Bashkë, që ne ti qëndrojmë se kërkese. Kërkesa jonë është që dorëheqja e qeverisë, sigurisht ajo Berisha në burg, Rama në burg është kompetencë e Spaku dhe GKK-s, unë mund ta kërkoj gjithë ditën, por nuk i fuz dot unë burg ata. Ama kërkesa për dorëheqjen e Ramës e qeverisë është kërkesë që vjen nga populli dhe ne e ndajmë dhe jemi tërësisht dakord. Sikundër kërkesë që vjen nga populli është anulimi i këtij projekti. Dhe ne si parti politike, se kjo është detyra jonë, edhe aty mes qytetarëve, edhe këtu në studio, dhe kudo, është themi, ky projekt shkatrimtar, patjetër në Zvërnet, po jo vetëm Zvërnet, po edhe në Rirjoll, edhe kudo tjetër nëpër Shqipëri, ku po grabitet prona publike dhe private, nga oligark, maskarej, gangster, politikant korruptuar, gjykatës korruptuar, të ndalohet ky proces një orë e më parë. Pa, ata njerëz do dalin aty nesër, pavarësisht se çfarë them unë këtu e çfarë themi ne këtu, se është fryma e kohës, është fryma e kohës. Dhe në Shqipëri nuk ka një Napoleon, siç thoshte Hegeli dikur, që mishëronte frymën e kohës hyrur mbi kal. Nuk ka njerëz hyrur mbi kal që mishërojnë frymën e kohës. Ka një popull të tërë që kërkon për herë të parë me mesazhe kaq shumë politike diçka të tillë, sepse unë kam qenë edhe në protestë e studentëve. Kam qenë edhe në protestën e armëve kimike. Dhe po ju them, një masë kaq e madhe, qytetare, rinore, e bukur dhe estetikisht, që kërkon një zëri, thedh kërkesa politike si dorëheqja e qeverisë, dhe në burg Berisha dhe Rama, nuk ka ndodhur kurrë. Nuk ka ndodhur kurrë, nuk ka qenë protestë e studentëve, ka qenë shumë e bukur protesta e studentëve, ka qenë shumë e bukur protesta e armëve kimike. Po këto thirrje kaq popullore, kaq universale, dhe kjo tregon që sistemi i vjetër politik është i kalbur, dhe prandaj do dalim te Berisha tani, se nuk është i rëndësishëm Berisha në vetvete. Unë e kam deklaruar dikur tjetër, mbase duket sikur rënd, por është coftim politike. Siç është Rama i njëri fund e krye i krimbur, i korruptuar, e kështu me radhë, Berisha është i coftim politike. Mirë, po Berisha sot ka treguar përmes këtyre qendrimeve që është njësh me Ramën. Është njësh me Ramën në Zvërnec, është njësh me Ramën në Rjoll, është njësh me Ramën në të gjitha mbrapshtit, për letë ndërtimit e kështu me radhë. Është njësh me Ramën për oligarkët vendas, është njësh me Ramën për oligarkët ndërkombëtar nga Kushneri me Shop, dhe janë bashkë, ti lidhim gjërat, mos harroni, edhe për ligjin e financimit të partive politike, edhe për kodin e rizgjedhor, janë bashkë pra. Pra sot ne kemi praktikisht një lloj bashkëqeverisjeje. Rama Berisha, le ta themi të vërtetën. Dhe këtë të vërtetë, që unë po artikuloj këtu, nuk është se mendoj vetëm unë, po dalësh aty, gjithë që kanë qenë në shesh e kuptojnë këtë gjë. Dhe prandaj është detyra jonë që këtë mesazh ta përforcojmë. Ta përforcojmë nesër pas nesër dhe kur do qoftë. Totalisht dakord. Totalisht dakord, po s'kem nevojë ta themi ne. Kjo është mirë. S'kem nevojë ta thuash. S'kem nevojë ta thuash. Jo, po e thot vetë. Po prit ta mbaroj ulli tani them. E thot vetë ai. E thot vetë. Kush? Ai Berisha e thot vetë. E thot kur e kuptoj. Që thoni, po mendoni që ai? Ore çështja është këtu. Se Rama dhe ai mendojnë bashkë një lloj. Unë shoh nga e kaluara për të kuptuar për të ardhmen. Dakord? Pavarësisht se ne jemi shumë të përqendruar te e kaluara. Unë këtë them, nuk them që s'do të shkojmë fare. Po, dhe ne kemi parë një politik të përqendruar, sidomos Rama, Berisha, Meta dhe kështu me radhë. Shumë mirë kemi bërë. Nuk duhet shinaruar, duhet denoncuar edhe për të bërë kontrastin dhe për të treguar diferencën. Por sot është e qartë. Këtë kanë bërë të gjithë në të kaluarën, sidomos partitë e reja. Janë marrë me Berishën, janë marrë me Ramën, janë marrë me Metën dhe kështu me radhë. Dakord, problemi që kanë ngecur aty. Sot Berisha thot vetë, me deklaratat që bën, me protestat që organizon, ndërkohë që mblidhen me mijëra qytetar për çfarë ishte për kurën hormonale. Po pra, më fal, kur vendos, kur ulet me Ramën. Ishin të interesuar të dy këta zotë. Kur ulet me Ramën për pragun, për vendosur pragun për 4% për të larguar partitë e reja, kur gjitha reformën territoriale, reformën zgjedhore, absolutisht, nuk ka asnjë diskutim, por unë ajo që thash edhe them është, ore, nuk duhet të përqendrohemi dhe ai shumë aty. Duhet të flasim atyre mira qytetarëve që ishin aty në bulevard, kanë mbushur bulevardin. Ajde o burra, të flasim për të ardhmen, të flasim çfarë duhet të bëjmë, të rinjtë. Nuk mund t'i flasësh atyre, shiko më fal. Ata nuk duhet t'ia fare më. Nuk kanë të njëjtin mendim me ju. Jo, unë them kështu. Jo për këtë. Protesta e sotme, me parullat anti-PD dhe PS, plus po të shohësh rrjetet sociale, tregon që këtu o bie këtë dyshja PS-PD po bie bashkë me mediat konvencionale. Në dhe thënë, këta dy nuk janë politikanë të rritur në mediat konvencionale. Këta dy janë rritur në rrjetet sociale.
Në mediat konvencionale shumë pak hapësirë kanë. Më pak Arlindi, por të dy prapë më kanë shumë preferuar nga mediat konvencionale. Dinë sa media janë ftuar për rjollin? Në asnjë. Po pra, Kupton, të mbaroj. Pra janë politikanë, dhe ti shosh rrjetet sociale sot. Daljet e Berishës në rrjetet sociale, postimet e Berishës me postimet e Agronit dhe postimet e Arlindit, këta dy janë rreth 5 deri në 10 herë më shumë. Aty kuptojnë se do të merresh me Berishën. Nuk merren njerëzit, do të merremi ne. Pra, këta këtu po bie një sistem, këta po bie si sistem, këto rrëzohet një sistem, dhe ky brez i ri, këta që ishin protestë sot, po tregojnë që këta këtu po rrëzohet një sistem. Dhe për të kjo protestë të mbush, më shumë se për projektin që u bë, dakor, ka rëndësi ajo, por më shumë se sa për projektin, për mua është kjo, që këta po tregojnë që po bie ky sistemi. Ky sistemi ai duhet rrisë përbashkët, i vjedhjes përbashkët, i ti konsensus të heshtur që hajde se bëj sikur e kundërshton ti, dalim ne, mbajmë ne politikën peng të dy, se pastaj rregullojmë gjërat, iku po marr fund. Dhe kjo protestë të simbolizoi sot, dhe bëhet shoqë rrjetet sociale, është pikërisht kjo. Dhe nuk ishte nevojë për njoftim në mediat konvencionale, më mirë që s'u dha, më mirë që s'u dha. Krijoi më shumë pritshmëri. Dhe ky është një lajm shumë i mirë sot, që mendoj që tregon dhe situatën se kush është opozita. Mundem illi. Kjo është opozita sot. Tani, imagjino, unë sot në parlament po fle. Vetëm dy fjalë. Kam nga 20 minuta, kam marrë. 20 minuta, dakor, më fal. Te ideja që ju keni një mendim e shprehu Abileka e pjesën, para të gjitha që i konsideroni investim të rëndësishëm këtë gjë. Këtë zvërnecin. Rrolli nuk e di, se kemi bërë në njërë, ne po? Ajo që duhet thoja unë është, të gjithë janë çuditur dje, sepse dje u pa protesta. Dhe u çuditën nga masiviteti dhe nga fytyrat e protestës. Kjo përbëri lajm, se nuk ishte asnjë njoftim publik, mediatik, që do kishte protest. Njerëzit janë angazhuar me njëri tjetrin. Dhe Edi Rama kur e kur nuk kishte mbledhur këta njerëz dhe kaq njerëz. Berisha as nuk diskutohet. Asnjëri nga këto dy që kemi në studio nuk do të kishte mbledhur këta njerëz dhe këtë masivitet. Pra çfarë ka ndodhur? Se ne duhet kuptojmë çfarë ndodhi që gjithë këta njerëz u mblodhën bashkë dhe dolën protest. Këta të gjithë besoj se kanë qenë atë zonë, e kanë parë atë zonë. Ja din vlerat asaj zone. Mund të kemë bërë plazh atje, mund të kemë kaluar orë ajo zonë. Dhe gjitha besoj se është ndërtuar te mungesa e transparencës së qeverisë për atë projekt. Është ngritur ideja që gjitha ajo tokë atje është shtetërore dhe Edi Rama si kryeminist, qeveria si majorancë, këtë tokë po ja jep dikujt të huaj dhe po ja heq shqiptarëve. Prandaj jam mbledhur ata dhe thonë mos na e shisni Shqipërinë të huajt. Heshtja e PD-s nga ana tjetër e ka shtuar këtë të menduar. Fakti që zoti Berisha sot tha vetëm që ne jemi pro investimeve të huaja, por në asnjë moment nuk tha që por është shumë e rëndësishme transparenca në këtë histori, përsëri ka shtuar numrin e atyre që dalin në protest. Por nuk duhet mohojmë edhe faktin që këto 3-4 ditë, mbas incidentit të rëndë që ndodhi në zonën e rrethuar, në rrjetet sociale dhe mes njerëzve janë ngritur hipoteza nga më të ndryshmet. Është ngritur fakti që ndoshta kjo tokë po zihet, po rrethohet sepse këtu do vinë palestinezët, se ky është një investim izraelit, se toka po ushitet izraelitëve, se tokën e duan grekët, se po vinë të huaj ta marrin dhe nuk e dim se kush janë, se po e marrin oligark shqiptar që kanë blerë truallin atje dhe do bëjnë ata investim për veten e tyre, të mbështetur nga Edi Rama. Ndërkohë që ne dim vetëm se një kompani e huaj e mbështetur nga dhëndri i presidentit Trump dhe nga 2 miliarder nga Katari, duan të investojnë 4.5 miliard në atë zonë. Por ne nuk dim pse kjo shuma si përkthehet kjo shuma 4.5 miliard. Kjo mungesë transparence ka shkaktuar irritimin popullor. Ti nuk mund të thuash që kam 4.5 miliard euro dhe do t'i hedh këtu pa pasur një projekt, sepse nëse do kishte një projekt,
atëherë ne do flisnim mbi gjëra konkrete. Ne flasim të gjithë në ajër. Ne kemi një tokë të rrethuar deri para pak orësh me tela me gjemba, se i kanë hequr tani, dhe nuk e dim se çfarë do ndodh atje. Nuk e dim nëse mbasi të fillojë investimi në atë zonë, do kemi të drejtë të shkojmë te plazhi apo jo. Këtë nuk e dim. Dhe gjithë kjo mungesë transparence krijon ndoshta edhe një kish kuptim të madh, sepse është shumë, domethënë ato para duhet vinë të investohesh në Shqipëri. Nëse hidhen aq para tela, ajo është një zonë e madhe luksi dhe ti dhe unë nuk kemi punë aty. Po këtë ne duhet ta dimë që përpara. Pra do kemi mundësi Ka dhe vende që mund mos vëmë atje apo jo? Ka dhe vende që mund mos vëmë hotela. Modeli Gjitha e Shqipërisë. Në rast se ti ndodhesh në majën e Llogaras, edhe hedh syt potën në palas, edhe të duket sikur është një varrezë gjigante, unë them që ai është një lloj investimi që nuk i ka bërë mirë. Nuk i ka bërë në fakt. Nëse shkon në rjoll dhe shef policin e shtetit, bashk me ato kapuçonat e zinj që godasin fshatarët e zonës, dhe askush nuk reagon, ti irritohesh, ndërsa këtu një incident i vogël ndodhi, dhe irritimi kur ndodhi me atë njerëzit që ishin atje prezent, por duhet që video të bote xhiron në rrjetet sociale që të kishte reagim. Dhe reagimi i shtetit, po themi, i policisë dhe i kryeministrit ka ardhur shumë orë më vonë, kur gjëja ka krijuar një reagim dhe një urrëtie masive. Pra, pastaj ka ardhur reagimi dhe pastaj kanë ardhur se lajmi kur është shndruar lajmi që doli drejtori i policisë, shkarkoi drejtorin e Vlorës, arrestoi 2 gangsterët privat që goditën qytetarin dhe incident kaq i vogël që ka ndodhur me 10 herë atje në rjoll. Por nuk ka pasur reagim të tillë. Ky reagim pastaj shkaktoi gjithë të irritimin popullor, por me keqkuptimin e madh që toka shtetërore po merret dhe po shitet. Kjo gjë duhet sqaruar dhe për këtë duhet të ketë transparencë. Dhe sot, pavarësisht se kryeministri foli mbi një orë, përsëri ti nuk ke në fund të ditës, nuk je i qartë se çfarë do ndodhi atje, kur do investohet, si do investohet dhe mbi të gjitha, dhe vetë kryeministri edhe tash në mbrëmje tha, nuk ka projekt. Po si nuk ka projekt kur rrethohet një zonë, kur bëhen rrugët, ku do kalojnë mjetet? Çfarë po bëhen ato rrugë? Se nuk bëhen rrugët që të kalojnë gjeologët dhe të bëjnë Deri tani kjo shifra 4.5 miliard. Po vetëm kaq dim ne. Dhe kush janë 2 miliarderët e Katarit të mbështetur nga Jared Kushner. Ndërkohë që letrat nuk tregojnë që janë ata për momentin. Është enigmatike kompania që i ka investuar. Legjendat publike flasin për mundin emra investitorësh që janë oligarkë shqiptar. Jo, s'ka pikë dyshimi që janë ata. Dhe fakti që fshihet politika shqiptare, politika e rëndësishme, qeveria dhe pjesa tjetër opozita, dhe ne po e bëjmë të është... Nëse janë ata shumë mirë, Si shumë mirë? Nëse janë ata që duan të hedhin kaq para, pra të huaj, ato para nuk ka mundësi tjetër të vinë këtu pa përdorur këtu me... Por ne kemi diçka tjetër. Ne kemi projektin e Durrësit, se na u tha do hidhen $2 miliard atje. Por atje... Po ndërtohet me para që paguajnë klientët, paguajnë një pallat në grop, dhe presin derisa të ndërtohet pallati. Nuk janë para të ardhura nga Emiratet, $2 miliard për të bërë investimin atje. Prandaj, duke u nisur nga këto ngjarje të mëparshme, nga keqkuptimi i madh, nga mungesa e transparencës, prodhohet gjithë ai reagim qytetar i sotshëm. Tani, Anton, a është opozita me madhe vendit e kapur nga interesa dhe nga vetë zoti Edi Rama tani, sepse po thonë është njëti qëndrim, e njëta gjë, dy palve. Të madhe të thua është e kapur nga interesa për bashkëta me Ramën, apo është e kapur nga Rama. Ajo që është e qartë është kjo, që opozita me madhe parlamentare në Shqipëri, ajo që nëzorën zgjedhjet e 2025-ës, është e pamjaftueshme. Është shumë e pamjaftueshme. Dhe këtë e tregon protesta, e tregon njerëzit në brejë sociale, e tregon aktivitetet e partive të tjera, të cilat nuk kanë atë përfaqësim në parlament. Madje, nështë ajo që tha Arlindi, në shumicën e atyre njerëzve të cilët nuk besojnë më te politika, thelbi i mungesës besimit të tyre është se këta janë gjithë njësoj. Dhe kërkojnë një shpresë tjetër, një alternativë tjetër. Dhe kur flasin gjithë të dy njësoj, flasin për të PSPD, që ishte një
një parullë aty shumë e bukur, PD se qishte, që ishim bashkë. Pra, çdo do të kjo, do të thotë që në Shqipëri tani tashmë është rritur një brez të rinj që janë mbi 20 deri rreth të 30-tave, që e kanë vetdijen politike më të madhe, që mendojnë që koha e këtyre dy partive mbaroi, nuk kanë më. Pra, PD dhe PS-n ata i shohin si pjesë të njëra tjetrës, dy pjesë që plotësojnë njëra tjetrën. Si dy pjesë komplementare. Nuk e shohin si dy kundërshtar, nuk e shohin më PD-n si alternativë. E shohin PD-n si plotësuese të PS-s, meqenëse PD është në opozit, dhe për alternativë shohin partitë të tjera. Uroj që kjo të reflektohet në zgjedhje, sepse nëse Po jo, ja, të them diçka unë dhe po brenda kësaj pyetje. Se për shembull shkruan një analist në një nga sajtet njohura në vend, sepse njerëzit që mbrojnë natyrera më shtonë, jo grek kështu ka ndryrë Greqia, ka ndryrë Dreki, ka ndryrë. Tani njerëzit që nuk ishte thjesht një protestë kundër qeverisë, duke si ishte një mbështetje, nuk ishte as mbështetje për opozitin, ishte shprehja një pakënaqësie, duke si një shprehje pakënaqësie më të madhe. Dhe gjithë sistemin më. Sepse këta besojnë që ka biznesmen shqiptar të fshehur. Dhe unë që po flas jam vërtet shumë befasuar, Në gjithë sistemi. Pra ti nuk e prisë se djetë ishte gjitha jo... Dhe në medias konvencionale. Dhe ata vazhduan të sot. Është ndaj gjithë. Mirë ata që mbledh doktori në njërë ka që... Dhe ndaj neshmë. Ka e të gjitha, halli që ka që mbledh ai. Dhe... Po, këta dole Atë bën përshtypje diçka... Janë gjithë ky masivitet njerëzish. Ti nuk sheh një polic të ruaj kryeministrin, ti ruaj këta, ti shoqëroj se dalin nga 1200 polic te protestat e opozitës. Këtu asnjë nuk del. Asnjë i kanë lënë të qetë. Nuk i rin thjesht as për mbrojtje të protestës, nuk rin policët. Fare. Kjo është pjesë e strategjisë së Ramës, them se nuk do të duket agresiv ndaj... Mblidhen këta? Po. I më këta mblidhen vetë? Jo, sepse edhe e di që ata njerëz që vinë aty e kuptojnë që dhuna nuk është fort, është dobësi. Dhuna që ti merre gjunë molotov aty është shenjë impotencës. Ata njerëz paqësorë dhe të qeshur janë shumë herë më të fuqishëm se ata që u jep Sali Berisha një molotov. Të njerëz që nuk besojnë që të dy palët edhe shumica edhe këta mund ta rregullojnë, ta ndryshojnë Shqipërinë. Si? Kushtelbi. Këta njerëz që ne shohim aty janë njerëz të panjohur fare që nuk dalin, për shembull, nuk është aty flamuri që organizon tjetri. Janë njerëz që dalin protestë spontane, totalisht spontane. Dhe janë përgjithsisht të rinj dhe njerëz që nuk besojnë që vendin ku jetojnë, do ndryshojnë edhe këta që janë në pushtet, po dhe këta që janë pjesë e opozitës tjetër. Opozita klasike. Atëherë, pikërisht kjo është arsyeja pse them, kjo është një protestë e jashtëzakonshme, dhe unë jam i bindur që kjo do rritet akoma më shumë. Ne kemi parë vetëm një pjesë, nesër besoj do jenë akoma më shumë. Dhe prandaj po them, në vend që të shikojmë nga e kaluara, do të fillojmë të shikojmë nga e ardhmja. Kjo është shumë e rëndësishme. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Këta nuk flasin për të kaluarën. Këta të shkojnë përpara dhe gjithë ata që janë aty nuk janë thirrur nga askush dhe ky është arsyeja pse ka këtë sukses kjo protestë. Alban Daci sepse nuk ka një parti politike në krye. Shënimi që unë te një te Ballkan Webi. Ishte një analist i ri, i mirë, i zoti, që e thot këtë gjë që e nënvizon këtë ide. Këtë që të thash unë ty, ky djali analist, e nënvizon që do më thënë këta që dalin janë duket janë njerëz të cilët nuk besojnë as te qeverisja, as te kjo pjesë që kemi. Do shta një rast i artë për ju, po ju vini këtu dhe zjeni me njëri tjetër. Po e kaluam në atë, ishte vetëm fillimi. Mos e keni këtë sherin... Ishte kontakti i parë. Po as këta të dy nuk e di nëse ata njerëzin përshtetsin apo jo. Mos nuk ky sheri mos e... Po nuk të thonë, jo. Shko më falë. Ishte thjesht kontakti i parë në rëndësi. Tani, se mendojnë ndryshe, mendojnë shumë ndryshe. Fakte, mendojnë ndryshe, se cili ka të drejtë në legjitime, se cili mendon sipas vendimit vet. Tani, çështja ashtu, ne nuk mund të do vesh te kjo protestë se që kanë thënë ata nuk vjen agroni. Se mos ke frikë nga punë e kushnerit këta ti. Unë isha këtu, apo? Ishe ti? Sot? Absolutisht. Vajte sot? Po në rregull që ka. Dgjoj, janë media tradicionale, unë kam qenë në çdo protestë, tallesh ti. Kemi qenë në çdo protestë. E di pse nuk të them unë nuk të pashmë. E di pse të them. Se në fillim e shfaqi vetëm syri, dy pjesë, e ndau ekranin në dy pjesë, në njërin vuri këtë, në tjetrën vuri
për të trazinor dhe aty fliste vetëm gruaja Kim Panos dhe disa gratë tjera. E vetëm të kjo këtea. Duhet të shojmë për para, duhet të shojmë për para. Tani ne dhe... Ore, qish kjo shikim për para grosëm smende dhe me shkuara... E shkuara shjeta jona Mos u gro. merë me syrin, o Julli, mos u merë... Jo syri mo. Mos u merë... Pastaj edhe dhe Irfani. Po të shpjegoj, o Julli, egzistoj... I vuri të dyja i, Ramën, me zë, mbaroj Rama, mbeti vetëm kjo. Julli, Te Irfani. Dhe asnjë media tjetër. Tela, gjanë botë. Atëherë, dy gjëra që ta kuptosh. Ishte dhe vështirë për t'i dëgjuar ata se ishin pa përgatitur. Duk të pa Magron, ndaj po e tregova këtë, se ti të trazinor nuk vajte. Po nuk ishte media, urdo? Nuk vajte të trazinorët, demonstrata. Tani më dëgjoj se... Pas ka qenë këtu, po këtu ishte paze. Më dëgjoj se këtu më pet ti, por shiko, do të kuptosh një gjë. Nuk janë vetëm media tradicionale. Tani ekzistojnë rrjetet sociale, ti nuk më pe. Por vetëm postimet që unë kam bërë sot nga protesta, që kam bërë dje, që kam bërë dje, mund të kenë marë, më dëgjoj një sekundë. Ke marë vendim në mbyllës, po ne jemi dhe në gjitha rrjetet sociale. Më dëgjoj një sekundë. E më vazhdojës. Po të shikosh, vetëm postimet që kam bërë sot, mund të kenë marë të paktën 1 milion viewers. Jo, me 1 milion, mos i ke përkuar. Ape shikoj. Jo, as një euro, se dalin. As një euro. Tani, që ta kuptosh, nuk kam më tani ke rrjetet sociale, nuk gënjen do të më. Nuk të gjendot më se të delzbuluar. Postimet që kam bërë janë, i shikojnë gjithë, nuk i gënjendot me njerëzit. Tani diçka që duhet, unë mendoj duhet kemi parasysh. Të po flasim për ndryshimi, po flasim për të ardhmen. Në zgjedhjet e fundit, sikur më parë, 150.000 votues kanë zgjedhur një parti të re. Nuk kanë votuar as për Partinë Demokratike, as për Partinë Socialiste. Tani, në zgjedhjet e ardhshme, ky numër mund të jetë 250, mund të jetë 350, mund të jetë 700.000, mund të jetë dhe 1 milion. Dakor? Kjo po ndodh, ne këtë duhet shikojmë. Ne duhet merremi me këtë, se si ta përshpejtojmë të proces për ndryshimin, dhe di si janë marrë të 150.000 vota, Julli. Jo nëpërmjet mediave tradicionale, nëpërmjet social media. Prandaj e dira më mbyllu TikTokun. Mos kishim patur mundësinë për të publikuar online, ne ato vota nuk do kishim marrë kur. Ka numëruar PS-n e BD-n, thuaj. Urdo? I ka numëruar PS-n e BD-n ato 150.000 vota. Në shkuptimi ka numëruar, si të? Numëruesit e tyre i ka numëruar. Jo, se ishte dhe ne aty mikok. Ishte dhe ne aty mikok. Dakor. A mund të vazhdojmë? Jo s'numëroni. Po mirë prapë, së shvjetër E kam fjalën. Zoti Qori. Unë po guxoj të përdor ndoshta një koncept pak të fortë, po besoj që është i saktë. Sepse ajo që po ndodh aty është një lloj revolucioni. Paqësor, sigurisht demokratik, po është një lloj revolucioni. Pse them revolucion? Se kur ka revolucione, kauza shumë e gjerë. Dhe është një goditje patjetër ndaj qeverisë, po është një goditje ndaj establishmentit. Se po të ishte vetëm antiqeveritare, do ishte një protestë shumë e mirë, bukur, fort, por unë mendoj që ka një karakter më të gjerë se kaq. Është kundër qeverisë në radhë parë, është kundër establishmentit vjetër, sistemit vjetër partijak, është njëkohësisht edhe kundër sistemit oligarkik, ekonomik dhe mediatik. Njerëzit e vrenin këtë gjë, censurën e mediave tradicionale, njerëzit thrisnin poshtë oligarkët. Pra shumë e rëndësishme kjo që po ndodh. Revolucionet sot nuk bëhen me armë, nuk bëhen me të furqe, nuk bëhen duke varur njerëzit në majtë shtyllës, ka ndryshuar kohrat, dhe ne duhet jemi të vetëdijshëm për ato që po ndodh. Tjetra që duhet të them. Unë kam qenë shpesh herë në këtë studio ylli, po edhe në studio tjera, dhe më ka rastisur mes bashkëbiseduesve të dëgjoj një lloj pesimizmi edhe nënshmimi për popullin, për shoqërinë. Ky popull s'bëhet, e këta njerëz rrin kafe. Dhe unë kam qenë gjithmonë optimist, edhe në ditën më të errët, edhe në ditën më të errët. Shoqëri pa probleme nuk ka. Edhe po nuk ka shoqëri të kulluar. Po them, edhe në ditën më të errët kam qenë optimist, sepse e kuptoj potencialin e një shoqërie. Dhe ai potencial që ka fjetur aty, që unë e dalloj për ditë në rrugë kur flas me njerëz, i takoj e kështu me radhë, ai potencial një ditë shpërtheu. Ata njerëz që kanë dalë aty në protestë, asnjë prej tyre, se po thuaj se asnjë prej tyre nuk do e kesh gjetur më parë në takimet e Ramës apo të Berishës. Dhe ata nuk kanë qenë njerëz indiferent. Kanë qenë njerëz që kanë pas pak kënaqësi, por deri pak ditë më herët nuk kanë pas. Se pa pritur doli kjo mas. Ja po ta them. Ja do ta them kjo mas, njerëzit pa pritur. Do ta them vetë. Këta njerëz kanë qenë pa kënaqur, kanë qenë të gatshëm, ka munguar besimi mjaftueshëm tek vetja, besimi mjaftueshëm te aktorë tjerë politik dhe shoqëror që mesa duket sot është rritur. Dhe nuk po dua t'i bëj reklam askujt, po flas në tërësi. Pra, ajo çfarë ka ndodhur është një proces i
rritjes optimizmit vetë shoqëri. Që e ka shkaktuar, dhe këtu duhet jemi vërtet të saktë, e ka shkaktuar një ngjarje që duke sikur ka përmbledhur gjithçka që ndodh në Shqipëri. Ata gangster me uniform që tërhoqin atë djalin aty, e rrahan. Ai tha që më kanë futur në makinë dhe më kanë vënë pistoletat e koka. Po. Ata njerëz që e kanë parë rrjetet sociale atë ngjarje. Ju zhdukur përditshmëria e tyre. Dhe ata kanë parë në atë ngjarje të vërtetën e madhe historike të Shqipërisë. Atë që na ndodh dhe kudo, në spital, në rrugë, në shkollë, në punë, nga do. Dhunën e gangsterëve, dhunën e oligarkëve, dhunën e të fortëve, dhunën e shtetit, dhunën e mediave, dhunën strukturore, fizike e kështu me radhë. Prandaj ka qenë pika që ka përmbysur gotën dhe sigurisht detyra e çdo kujt që do të mirën e vendit është që të bëj punën e vet, sigurisht aq sa i ka mundësit që qytetarët ta vazhdojnë të protestë sa më gjatë, sa më masivisht, në mënyrë sa më kreative dhe më kërkesa sa më të sakta dhe emancipuese. Kjo protestë do të ishte një, po themi, një mëkat i madh, do të ishte një tragjedi shumë e madhe politiko-shoqërore, nëse nuk prodhon efekte. Dhe kur flas për efekte them, patjetër rrëzimin e qeverisë, patjetër futjen në krizë të krejt sistemit vjetër të komprometuar partijat, ndalimin e asaj masakre ndaj pronës, ndaj mjedisit, ndaj hapësirave publike që po ndodh jo vetëm Zvërnec, por anë e kënd Shqipërisë. Protesta është e bukur sot, do të jetë e bukur nesër, do të jetë e bukur pas nesër e kështu me radhë, parma është detyra e gjithkujt, detyra patriotike, qytetare e gjithkujt, pavarësisht funksionit që ka, që të bëjë ç'është e mundur që kjo protestë të fuqizohet. Po pyetja që lind është nga mungesa e transparencës së qeverisë për atë projekt. A mos gjithë kjo, po e themi turm, është manipuluar? Është shumësi. Është manipuluar. Ai është novistati. Vetëm 30 sekonda dhe nuk. Kjo është pyetje që e ngre çdo njeri që është papritur në çdo grup të mafioz. Se jemi mësuar, nuk jemi mësuar. Po prandaj novistati çdo lëvizje masive ka teori konspiracioni që qarkulloj. Nuk ka lëvizje historike që mos ketë teori konspiracioni. Duhet të shtrojmë pyetjen. Kujt i intereson teori? Fabula është tokën tonë, po e marrin disa të huaj. Kjo është fabula që i kanë nxjerrë. Konspiracion, kjo është e vërtet. Sa i teli me gjemba aty, të ndalon të shkosh në plazh. Nuk është tel me gjemba në një truall të ngushtë ndërtimi. Po të marrin praktikisht atë dheun më burr. Po të marrin atë që është e gjithëve, atë që ta ka dhënë natyra. Po ta marrin dhe kjo nuk është kjo teoria e konspiracionit. Teoria e konspiracionit në ato që pastaj fillojnë e fusin gjithë botën i bën gjithë. Se gjithë bota po bën konspiracion kundër Tiranës. Dhe kjo po vjen nga mungesa e transparencës. I prodhon vetë qeveria ose ata që kanë interes që kjo protestë mos arrijë potencialet e veta, sepse kanë frikën e vërtetë. Ne na duhet e vërteta, kujt i intereson të shehja nga televizionet e mëdhenj. Sigurisht ne jo. Karimuçi thotë që e ka bërë Greqia këtë. Tani çështja është Si thoshte ka për Greqia. Tani do ketë lloj teorish. Ka shumë teori, pra, ka shumë teori që ndikojnë në manipulimin e njerëzve. Disa teori. Ne merremi kod, ajo është vetëm shtytja. Njerëzit aty nuk e kanë përqendruar, ai është Novi Sadi. Ndodhi raçatia e stacionit të trenit Novi Sad, dhe ata kanë një vit të ca, që merren me kërkojnë rrezimin e qeverisë. Për të shpërthyer përfituan nga çatia. Dakor, po pyetja është problemi, ato zbardhet ngjarja në Novi Sad. Po. Problemi është që vdes qeveria. Po pra, pyetja është pse nuk ndodhi kjo gjëja një muaj në rrjoll? Pse nuk ndodhi kjo? Pse nuk ndodhi kjo gjëja në leje pafund të ndërtimit që jepet në Bregdeti shqiptar? Po pse duhet ndodh pikërisht me një investim nga jashtë? Pse duhet ndodhi në momentin kur dikush nga jashtë thotë unë do hedh 4.5 miliard euro në Shqipëri? Pse duhet ndodhi pikërisht në këtë moment? Kjo është pyetja. Pra pse ky grup i bukur njerëzish del dhe proteston në bulevard për një investim që pretendohet që është i huaj. Për të rëzuar klasën politike, për të rëzuar gjithë këtë moment, gjithë sistemin. Provoj të japim një përgjigje, mundohemi pastaj. Po patjetër. Nuk është përgjigje e dur, po. Tani, ky është një proces që po ndodh. Nëse nuk është nga dita në ditë ndodhi një gjatë një protestë edhe kjo ndodhi pa pritur, pra se nuk e pritsim ne dje gjithë. Ata mund të rriteshin nga 10 bëhesh 100.000, po dje kishte shumë. Ka ndodhur disa protesta. Unë mendoj që
protesta në Theth, protesta në Rjoll, protesta në Pogradec, ku një njeriu përplas në Këshillin Bashkiak, në këtë dizajnë, qa po bëni se është e gjithve kjo, dakord? Sidomos ajo në Rjoll, dhe pastaj vjen kjo në Zvërnec Rjoll më fal. ishin vetëm banorët e zonës, agron, nuk ishte njerëz të tjerë. Ata kanë bërë një... Po ishte njëjta skemë. është e njëjta, lutem ta mbaroj. Çështja është që është një proces, ata kanë bërë me mendimin tim diçka të jashtëzakonshme. Kur më përpara ka ndodhur që gra, pleq, fëmijë, të rinj, të reja të vënë aty për të prasur me policinë dhe të rihen me shkop gome dhe Por ata kanë dalë për pronën e tyre direkte. Shiko, por ndryshimi vjen gradualisht, nuk lind asgjë nga hiçi. Gradualisht. Ajo që të përmenda, ndryshimin e zgjedhjeve të fundit, kur kanë hyrë 3 parti politike me deputet në Kuvendin e Shqipërisë, më thuaj. Dakor? Ndryshimi i zgjedhjeve të fundit, ndryshimi i mjetit të rrjeteve sociale, protestat e vazhdueshme, pavarësisht se ishin të vogla si thua ti, po ishin shumë të forta. Dhe sigurisht, tërheqja zvar e një qytetari janë pamje që trondisin. Po pra, Shumë. Kështu që ajo ngjarje është arroganca e pushtetit. Mos kërko teori komplotiste, për mendimin tim. Jo, unë mendoj që çdo nuk po kërkoj teori, po them, janë të qartë, janë të keq kuptuar, janë të manipuluar, këto janë pyetjet që ngrihen. Propaganda e Edi Ramës sot vdes që ne të diskutojmë tani. Propaganda e Edi Ramës sot vetëm ka shtuar pikë pyetje, nuk ka sqaruar asgjë. Janë izraelitët, jo, po them çfarë do të donin ata. Dakor? Për sa kohë, sa më shumë ne ushqejmë të teorit, aq më dëm i bëjmë kauzës. Vjen një moment në politikë që njerëzit mbyllin veshët kur flet. Ramës i ka ardhur momenti kur njerëzit mbyllin veshën kur flet. Edhe në fakt, po të shikoj edhe konferencën për shtyp që bëri sot. Po të mos i mbyllje veshët, mund të dëgjojë diçka, po njerëzit kanë mbyllur veshën kur flet Ramës. Pyetja është pse për këtë? Dhe ky është momenti kur duhet ikësh, Rama ka kuptuar këtë. Nuk e tha kot 2-3 që unë nuk ka të iki. Ktu ka ndodhur gjëra shumë të rënda, por nuk e parë protestat të tilla. Këtu në ajo pika e derdhjes se por në këtë ne besoj se ka një organizim, e sigurt agjenturat e huaja të mbledhin gjitha bashkë, do e bëjnë dot atë organizim. Hajde shpejt ndaj historinë e famshme të Drimadhesit. Kishin bërë përpara. Ne kemi historinë e Drimadhesit, Ertan Gaçi me Olta Gjaçkën, morën tokën me manipulim letrash. Dakor? Dhe askush nuk hapi gojën, u mor spaku. Edhe në këtë rast, po merret spaku. Por pyetja është pse për këtë ne kemi Butrindin. Pse për këtë investim? Ne kemi po pse për atë pikën e vogël të manastirit nuk u ngritën njerëzit? Pra ka shumtuar të Shqipërisë është në pikën më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, historike, natyrore të Shqipërisë. Po s'ka si Butrindi. Ne kemi një lagje super shumtuar. Po tashin është shumtuar. Puna e ujit, që deri edhe 9 gradë Celsius, pas bën jetë uji. Po vajti 100. Po Marlin, po por nëse ne përballë do kishim investimin privat të kastratit, jam shumë dakord me që do ngriheshin njerëz, do thoshin ai po vjedh pronën tonë. Por ne në këtë rast, një lloj do vidheshi, një lloj. Ne në këtë rast që ky është një investim i huaj, këtë po them. Kjo është diferenca. Pse në investim kaq të rëndësishëm të huaj provohet ky reagim? Investimi huaj apo jo? Për këtë duhet transparenca. Për këtë duhet transparenca. Për këtë duhet transparenca e qeverisë. Por në rast është e tillë i vërtet. Ata do vazhdojnë të protestojnë, po apo jo? Në rast është e vërtet pra. Protestojnë për shumë arsye. Një nga arsyet është ajo që po ndodh në Zvërnec. Është një shkëndim. Ka kaluar shkëndim. Në këndvështrimin tim ajo është shumë delikate. Pra ti dalesh protestosh se dikush nga jashtë kërkon të investojë të hedh paratë e tij në Shqipëri, është problem. Në rast se ti reagimin e ke, se atje u vendos Teli me gjemba dhe dolën ata kapuçonot, e morën e tërhoqën dhe kjo tregoi mënyrën se si ky shtet ka operuar prej 15 vitesh. Kjo është tjetër gjë. Absolutisht ka asnjë diskutim. Arsyeja është që vjen sikur të grabit. Po, por thirrjet atje i ke mos na projekti mund të kishim në mendime ndryshme në modeli zhvillimit e këto diskutuar. Kur dikush qeverisë si grabitse. Tani çështja është që të gjithë ata që janë aty me 10 mira, nuk mendojnë se nuk do ndërtohen hotele rezorte në Shqipëri. A janë të keq kuptuar pra? Nuk mendoj se janë fare të keq kuptuar. Po si? Kur dikush nuk do, ata nuk është se thonë ne nuk duam investimet tuaja në Shqipëri. Sa çmendur njerëz. Por ata thonë mos bëhet kjo. Ata thonë mos bëhet, mos bllokohet ti shportën ata. Kur ata mos bllokohet Zvërneci, mos shit Shqipërinë, do thotë mos e trajtosh Shqipërinë si pronë private sikur e ke tënden.
Sa Edi Rama këtë ka bërë. Po, e ka bërë pa fund, po dakord, pra po them. Tani, ky është mesazhi. Mesazhi është kundër arrogancës dhe përdorimit të Shqipërisë si pronë private, që thot e mbyll unë, thot shkeni, jam marrun. Për interesat e Aeroportin ja jap kujt të dua, Butrintin ja jap kujt të dua, Rjollin ja jap kujt të dua, Zvërnecin ja jap kujt të dua, i jap pronë private, i jap pronë publike, shpronsoj pronën private për interes publik, bëj çfarë të dua. Kupton, kjo është ajo, ky është mesazhi. Nuk mund ta shesësh Shqipërinë sipas shefin tënd, sepse të gjithë çfarë duan njerëzit, duan që ajo është pronë e të gjithëve, duhet ta zhvillosh, por më fal, vetëm ka 16 vjet që ndodh kjo gjëja. Po mirë, dakord, ore më fal. Ti mos thuaj që ky ishte kulmi. Ndryshimi vjen gradualisht. Nuk lind brenda ditës. Vin gradualisht. Tani ju doni të injoroni, po dhe në fakt shpresa që vijnë nga reforma në drejtësi gjithashtu ka patur efektin e vet, nuk mund ta injorojmë këtë gjë. Se po dalin zbuluar, po dalin fakte. Janë gjitha bashkë, nuk është një element. Janë gjitha bashkë që sjellin në këtë rezultat. Tani të kalojmë në pisëria të protestë të dielën. Kurdo? Ajo protestë të dielën nuk mund të pisë. As ta organizonte njëri. Ajo që ndodhi dje. Me qytetarë. Sot pastaj ishte pak më. Sot është vazhdimi i asaj djeshme. Nuk mund të themi ne që ka një nxitje nga jashtë, ka një. Jo, nesër do jetë më madhe. Nesër do jetë më madhe. Do jetë prapë nesër. Absolutisht. Nesër është prapë fjalët tradhtar, fjalët çuj përdor Rama. Greqia që... Një flamuri kontar para kryeministrit, ka simbolik, ka sensin populist nacionalizm. Protesta nuk ka as organizim. Aty njerëzit rinin, pa ditë se çfarë do ndodhte. Tani, megafonat që pyetja ime tani, larg se nesër ka prapë. Ne do jemi përsëri të njëjtën tani, do flasim, do vazhdojmë të flasim tani në këtë punë kemi. Por un kam dhe dy pyetje se ka ndodhur Kongresi i Partisë Demokratike. Ndodhi tani. Ti më duket të bleve? Po se këtote. Po kongresi, kuvendi kombëtar quhet, se kongresi them unë, me gjuhën e vjetër e them, i cili u quhet ripërtëritje, ky kongres. Tani, zoti Bilega dhe zoti Tela, çfarë ripërtëritje pa aty tani? Kishte stresi, ishte u zgjoth antarëkshit kombëtar? Kush u zgjoth? S'kishte antar të profesor, u erën fëmijët e këtyre që kishin qenë, djali e Zemajdarit, vajzën i Shanit, vajza apo djali? Vajzën i Shanit, djali i Koradashit. Erdhen aty, dhe o zgjodhen. Ha, si mendoni tani? Shiko, po ta marrësh në aspekte teknike, Teknike, të thuash tani si zyrtar partie, thua që është kjo V-ja, platforma V, që është një platformë shumë e mirë për një parti që mund të tjera tjera. Platforma V çfarë është tani këtu? Është një platformë që matë performancën e çdo antarit partisë. Është një platformë komunikimi që është online e tjera ku e hapur për gjithë antarët, nuk ka rëndësi. Po këto janë gjëra që tekniket që shërbejnë një partie për çështje teknike, si lëvizja bashkë një tjetër. Partia do mbështetet e seksioni, janë gjëra burokratike partia. Nga ana e nisu zgjo stresi. Ajo që prisnim ne për ripërtëritje do të thotë, nuk do të thotë a u bë platforma V apo jo. Është, a patën, po, ndushoj njeri. A patën në një projekt tjetër ose në një program tjetër Partia Demokratike për t'ju përshtatur, për t'ju dhënë përgjigje këtyre që kërkohen. Këto si pam. Saliani ndonjë ta pyesja unë si. Nuk i pam, sepse gjithë fjalimet që u mbajtën. Po iki jashtë, ha? Po ku vete jashtë më vllajtë, shumë se ti tani duhet ishe këtu që të merresh me këtë. Jo thatë se kam takime me këta elektoratin, po duhet elektorati këtu njëri tash unë bëhet gati, hazër thon turqit. Bëhet hazër elektorati. Këtu? Pastaj merret elektorati jashtë, do iki, të njëjtën ndoshta takohemi, po ndoshta takohemi të njëjtën. Iku jashtë për të marrë me elektoratin. Të popullatët. Dhe do ta pyesni për këtë. Tani, problemi është që në figurë, deri tani s'kemi parazi të re. Në qoftë se Këshilli Kombëtar do zgjedhë në një kryesi të re, në një ekip drejtues të ri, pastaj. Sekretariatet, sekretari i përgjithshëm, kryetarët, i përgjithshëm flamuj do jetë apo? Lidhja grave, ose s'ka kuptime. Nuk e di tani përtypja nga e fillon, nga e ka planifikuar për të. Përshtypjen që do ndrohet sekretari i përgjithshëm, kam përshtypjen. Kalon Belu a thon? Po nuk e di, po po flamurim pse? Ai ka qenë sa veprime duhet i bëj ose do t'i bëj
Berishës. Ka mundësi të vazhdoj, se çdo kishte arsye. Aty në kraj ishte Flamurit. Flamurin për e në fundit jo, po Flamurin Ka të Berishës. Do ketë një garë për sekretar të përgjithshëm, do ketë një Ka të Berishës ishte. Po me garë fiton Flamurit. Këtë garë tua? Flamuri fiton me garët. Me garë fiton Flamurit. Varet do hyjnë garë, se edhe varet hyjnë garë. Që mendoni njerëz tani Sigara e parë, nëse do kenë një garë, do ketë sigara tani. Sigara që u bë. Tani, ju të dy zoti qeverisht do të shijaj. Berisha dhe Rama po bëhen gati për reformën zgjedhore. Dhe ekziston mundësia e vendosjes një pragu të lartë. Bile unë ndiku lexova, ndoshta e kam gabim, që dhe Lapaj tonte prag. Jo se ke fare gabim ti se Lapaj ka bërë propozimin për atë punë, nuk është se... Ka bërë propozim për prag? Po ai ka bërë propozim. Pragu Kështu thot, më të lartë se Rama dhe e thot vetë. Pragu është bashkëpangshëm. Që Lapaj nuk e përballon pragun, thua? Dilemë është. Dilemë që qarkullon. Jo, pragu është bashkëpangshëm. Pra mund të kemi prag tani sa e kërkon. për t'ju dëmtuar ju. Nëse kemi pragu keni të kombëtar. Pragu është i bashkëpangshëm, apo jo? Keni informacion për pragun Pare të tani? sa e Po të kërkosh një prag me të cilin në zgjedhjet e fundit asnjë nga partitë e reja nuk do kishte futur Po, pra, sa varet në sa është. parlament, kjo është t'ia fuzësh vetes, kupton? Tas për partitë politike, ë? Nëse ajo Që qartësisht, dëgjoj, me këto që sidomos me këto zhvillime, është Platformave është me inteligjencë artificiale se unë se kapam, pragu, jam unë lodhur mendoj- shumë, me inteligjencë artificiale, që thotë, dhe inteligjenca artificiale do thotë që rrezohet Rama. Dhe pastaj do të pasi thotë inteligjenca ti i thua çfarë do, pasi thotë inteligjenca artificiale do rrezohet Rama, këta do dalin dhe do thoni voti. Po i fitoi Rama. Kjo që nga për platformave. Jo, këtë se di. Po që nga platforma e bukur, po pastaj shkruan mendje shumë bukur. Se platforma se shua kanë filluar ti dhe inteligjenca thotë fiton. Po. A kishte një ndryshim sot? Njeri që ka qenë me Belon doli aty që e tha këtë të platformës vë. Platforma vë prezantoi kë Muç, si e ka? ata të forumit rinor. Forumi Trinor, pra, doli dhe do bëhet inteligjenca. Inteligjenca dhe një thotë fiton opozita. Dhe po doli fjallë inteligjencës dhe thuhet që e dhe ma Performansa, se cili fut të dhënat e veta dhe ajo inteligjenca... Ajo thotë çfarë do ti. Që të... Paka shumë inteligjenca pranon çfarë do ti. Po dhe ju mund të përdorni për pragun inteligjencë. Nëse ngul këm, nëse ngul këm, me inteligencë artificiale do dorëzohet, pastaj thotë, okay, dakord, nëse do këtë të jep Jo, çfarë pastaj do dalë do vi Bashkia Evropiane këtu. Nuk është se... Rama ka vjedhur votat. Me këtë që po ndodh. Ju si mendoni tani ky pragu? Me këtë që po ndodh në Shqipëri, këta do ndrojnë mendje edhe për pragun, sepse këtu ka një vullnet qytetar kundër establishmentit që do ta transformoj krejt, besoj unë, jetën politike në Shqipëri. Ama propozimi i tyre, dhe ky është propozimi i Ramës dhe Berishës, pavarësisht kush del si zëdhënës i tyre publikisht pastaj, që ha turpin me bukë dhe thotë, mbase futon njërin koalicion mua edhe unë me 0,7% do futem në parlament. Turpi atyre. Po ky është propozimi i Ramës dhe Berishës, themi të qartë. Është interesi tyre para se të ndodhte kjo gjë, me idenë që do të shtyp partitë e reja që të futen nëpër koalicione me Ramën apo me Berishën. Për sa i përket pragut, sepse dua të them diçka që do të vlej gjithmonë. Se e tha me drejt zoti Abilekaj që sa do të jetë pragu, ose një prag do të ketë. Dhe le të pyesim institucionet që marrin vesh dhe kanë autoritet politik dhe moral për të thënë një gjë të tillë. Do të referohem një rezolute të vitit 2007 të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, që thotë, në sistemet proporcionale kombëtare, maksimumi i pragut, maksimumi duhet të jetë 3%. Do të thotë 3% e poshtë. Po kaloj 3%, nuk ka më demokraci të shëndetshme. Dhe nuk e them unë, nuk e thot asnjëri nga ne këtu, na e thot Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Dhe ata që thonë, jo e bëjmë 4, jo e bëjmë 5, jo e bëjmë 15, Sa është në Kosovë? 5 është, po punë e madhe fort. Në Itali është 3. Që të them unë, në Spanjë është 3, në Hollandë është 0,7. Ka vende të ndryshme. Ka disa specifika që lidhen me vendin, arsyet që caktojnë një sistem magjoritar dhe ke vetëm 2 parti, çfarë do të bësh? Pra të po them, ore shembuj bota ka plot. Por ama është e rëndësishme që të referohemi institucioneve që mendojnë për këtë punë dhe kanë receta të specializuara dhe me autoritet për këtë gjë. Pra, çdo kush që thotë do e vëm pragun kaq apo aq, pavarësisht llogarive që bën, llogaritë punës së cilit, duhet të ketë të standard demokracie. Kaq po them, pra kur të vijë diskutimi prap, unë nuk do shtroj pyetjen çfarë interesoj lëvizjes bashkë.
për ne të bëjnë si duan, do të çajmë çdo lloj pragu. Unë do bëj diskutimin çfarë është e drejtë Edhe e mbyll. për demokracinë në Shqipëri. Kaq. Kjo na duhet. Thua Gronde ta mbyllim tani se popullata parashikim. mos Unë përzihet mendoj, shumë se nuk e di nëse do ta vendosin, do ta ndryshojnë sistemin zgjedhor apo jo. Zgjidhje. Por nëse ndryshojnë, nëse vendosin sistemin zgjedhor proporcional kombëtar, pragun kam për ta bërë më të lartë. Kjo është bindja ime. Por këtë ka për ta vendosur Rama në fakt. As Berisha nuk e vendos. Rama e vendosoi. Ta ngrin sa. Po nëse me inteligjencën artificiale mund t'ja heqësh, presësh Ramën këtë. Ta thjesht me këto propozimet që bëjnë, edhe unë mendoj që aty ka një marrëveshje, ka një plan, i qartë kanë marrë ato, i kanë thonë thuaj ti, propozoja PD-s, PD-ja pastaj ja propozon PS-s, po ndërkohë që këta bëjnë propozimet, marrëveshja është bërë. Ata e dinë se ku duan të shkojnë. Dhe vendimin do ta marrë Edi Rama. Nëse bëjnë të ndryshim, pragu ka përqindje shumë i lartë. Më shumë se 5% nuk shkon dot pragu, që do të thotë me këtë pjesëmarrje në votim i bie që ju të merrni, po themi 75.000 vota maksimumi për ta kapur. Në qoftë se u morën 150.000 vota nga 3 partitë në zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet e 2029-s Ky lapë pse do prak tani patjetër se shumë afër se 2029. Historia është dinamike. Kur do të jenë zgjedhjet, ne po jetojmë, nuk e di pyet. Ne po shikojmë që se do ky Ortegu po rregulliset shpejt, nuk është. Ai ka bërë llogarit matematike dhe me votat që ka marrë e kalon pragun. Ai thotë do marr më shumë vota, por partitë tjera që kanë marrë shumë pak vota thonë eliminohen. Tani ideja është kjo. Pse si e justifikon të paktën? Ai thotë unë si koalicion të marr pragun do aty. Unë si koalicion kam marr 4% thotë ai. Si koalicion, si kam marr si parti politike, si koalicion 4%. Aty dy ka avokati Unë thjesht do të marr të njëjtat vota që kam marr në 2025-ën dhe e hodha lumin. Ajo i mori të gjitha votat nga një anë, por ai e di, është i vetëdijshëm që kjo s'ka për të ndodhur, sepse di shumë mirë që pas përçarjes edhe përplasjes dhe skandalit dhe zënjet për një mandat, me sa duket, unë besoj se ka gjetur marrëveshje me Partinë Demokratike dhe do hyjë me Partinë Demokratike, nuk e di sa deputet. Tani të nderuar televizikues, mund të falenderoj të ftuarit e mi që kisha sot në studio. Gjatë ishim. Inshallah kjo inteligjencë artificiale ma bën një punë. Se mund të vinë mund ta gjesh nga nuk e pandenore. Shin tek këtë Ramën. Inteligjenca në një gjë tjetër që mund të ndodhë. Faleminderit nëse na keni ndjekur, edhe nëse jeni mërzitur. Jo mirë kuptojmë se misione shumë keni pasur këtë mbrëmje. Bile kishin diskutuar, do thashun në studiot e tjera, një koleg që del aty Karimuçi, kishte thënë që Greqia ka ndryrë fort në këtë mitingun që është bërë aty. Kush ka ndryrë? Greqia në Zvërnec. Greqia zotëri. Ka sjell autobuza, tha. Po them ka sjell autobuza, gjëra. Tani faleminderit shumë, kënaqësi që ishit. Dhe popullata besoj na ndoji dhe ne këtë punë kemi. Të njëjtën që vjen, jemi përsëri këtu dhe do të flasim. Edhe bulevardin Greqia e mbushe? Këtu? Po. Po Greqia është shteti fort, mos e marrësh ti për të... Do ishin parë autobuza. Do ishin parë autobuzat. Të janë. Atëre... Që ka një këshu, është zë shumë hapësirë në lajmet greke kjo Shqipërisë, po, është e vërtet. Ja, unë i pash ato që kishin botuar, ato ishin Facebook. Fare pak, Facebook. Nuk pash media kryesore, ja. Nisin tani nga Greqia? Mirë, ja, ti diskutojmë... Nuk tregon asgjë kjo. Ata diskutuan për rajen, mediat greke, se ishte minoritar më duhet. Minoritar. Ishte minoritar dhe ka Pa edhe pronat janë një pjesë... Historia greke është kaq. Narta është zonë minoritare. Narta është zonë kotë minoritare. Ata kanë ardhur dhe deri Korça Gjirokastra është Greqisë tonë, gjithë në punë e tyre. Natën e mirë, faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju, nderuar operatorët gjithë. Natën e mirë.